Një këshill për të moshuarit që po e përcjellin Big Brother. Kjo këshill nuk vlen vetëm për të moshuarit, por për të gjithë gjeneratat. Themi, vdekja për secilin prej neve është afër. Më afër se sa damari i qafës, më afër se sa rroba e trupit. Udhëtimi në të cilin veç jemin ta është i gjatë. Çdo stacion që ndalemi kërkon shumë sakrificë, shumë përpjekje dhe harxime. Pasurinë të cilën apo atë ushqimin ose pasurinë ose materialet që e kena marrë ose që do t'i marrim me vete, nuk e di a na mjaftojnë me i pagu këtë rrugtim të lartë në secilin stacion. E kjo përgatitje, qoftë ushqim, qoftë diçka që është për qëllim ibadetet. Ditët tona janë më të vlefshme se sa t'i humbim në gjëra, jo vetëm që janë të papëlqyme, por janë edhe haram. Allahu Gjeleshanu gjithë secilin ka me pyet kohën si e ka shfrytzu, rinin ku e ka kalu, vdekja çysh i ka ardhur. Njerëzit e tillë që humbin kohën kështu janë më të pakujdesshme ndaj kohës. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, disa në njerëzit janë të nuk ja u din vlerën të përgjumur në to, shëndetja dhe koha e lirë. Është e turpshme që një njeri i cili ka frikë Allahun, ka besim Zotin, merret me këto gjëra, i qyr këto gjëra, aq më tepër nëse është fetar, aq më tepër nëse është i vjetër, aq më tepër nëse është haxhi. La ilaha illallah. Tutjuni Allahu të vëllezër, keni frikë Zotin. E keqja mos t'ju merr me vete. Mos t'ju merr me vete, paramendojeni hyrjen në varr. I vetmum, vetëm me punët e tua. Dëshirën më të madhe do ta kishe kur çkan atje me ngrit me i fal 2 rekat namaz ose me dhani sadak ose me kry një obligim. Ose s'paku me i këshillu të tjerët, aman, mos bani çka kam bë unë. A ditë kur nuk të vyn hiç se kush ka fituar ato marzira e kush ka humb, kujt ja bën me hile, kujt pa hile. Njerëzit japin djers, mund, sakrificë, dije, angazhim për të mërri me u bë dikush që me i këshillu të tjerët. Edhe ju nuk i përcillni. E si përcillni disa njerëz të cilët origjinë e kanë shfrenimin. Tutjeni Allahut. Tutjeni Allahut. Tutjeni Allahut. Kujtoni ditën e gjykimit 50.000 vjet, por edhe xhehenamin.